Top Albania Radio, she's on air. Ne jemi rikthyer sërish këtu me vajzave të mrekullueshme në She's on Air, Top Albania Radio 100.9 dhe në kanalin 10 në digital. Do bëjmë një lojë shumë interesante me Kesin. Loja jon sot është Kesi në shtëpinë e Big Brother. Ne do të vendosim përballë disa situatave dhe ti do na thuash se si do reagojë përballë tyre. Tani, e para situata e parë. Do të fusim brenda shtëpisë Big Brother si banore. Ti do ishe më shumë një lojtare strategjike apo emocionale? Të dyja nga pak. Të do krijoje aleanca apo vetëm? Jo vetëm. Ka mendon se do kisha aleat aty brenda nga lojtarët që janë tani. Me aleat asnjërin miqësi, do thoja se unë jam pak tip dominante dhe nuk mendoj se do shkoja mirë në një aleancë, Po në Big Brother të duan aleancat, se nuk ecën para pa aleanca, kështu që Deri dikut, kë do përdorje në një term. do thoja të njëjtin për lojën tënde. grup shoqëror që ka Mateo aty, Shëndrit, Selin, Gimbo që ka qenë, Kë do kishe kundërshtar? Direkt, i pari që ti nuk do e doje fare. Rogertin. A do krijoje lidhje brenda shtëpisë? Jo. Do të shpëtonte ndonjë fjalë ofenduese? Çfarë tipi je ti? Jo, nuk e kam në natyrë. Jam shumë e kontrolluar kur flas. në një debat të fortë do të shkoje deri në fund, do të rhiqeshe dhe kur debaton të shpëton ndonjë fjalë fyese her pas here? Unë i shkoj gjithmonë debatit deri në fund, zakonisht jam unë ajo që e them fjalën e fundit në një debat, se pa më dalë imja nuk e lë dot. Edhe nëse Edhe nëse je gabim, se mund të jesh edhe gabim në situatë, prapë do të qëndroje tëndes? para më kanë ndodhur të jem gabim, me thënë drejtën, sepse unë kur jam 100% e sigurt për diçka, atëherë debatoj edhe debatoj gjithmonë me argumenta. Cila është pika jote më e fortë dhe ajo më e dobët? Më kapët pa përgatitur kjo loja. Tu është e bukur atje spontane. Kesi po Mendimin e parë. s'm njëri që do loznim sot sikur s'ka marr topin me Po më mirë të kishim los me top. Pika ime më e fortë do thoja që kam gjithmonë argument për çfarë do lloj gjëje. Me kë do e pije ti kafen e mëngjesit? Kafen e mëngjesit, Po. Te lokali Senos. te lokali Senos. Kafen e mëngjesit do ta pija me brikenën. Po, në një moment Do thoja Selin, po? në briken e zjodhi tani. Në një moment të vështirë emocional që do kisha nevojë për një përqafim, ku do ja kërkoje? Mateo nuk është aty e zëm këtë. Je ti në vend ti. Shëndriti më duket shumë person që të jep suport emocional shumë të mirë. Po për një këshill tamam të sinqert, nga cila vajzë në shtëpi do e kërkoje? Ose djalë. Nga asnjëra. Po nga asnjëra, jo, ajo do ishte edhe përgjigjja ime. Një këshill të sinqert nuk mendoj se ta jep asnjë aty brenda. A me cilin nga Yes. Po Brikena, nëse unë do isha në lojë dhe s'do ishte Mateo, do ishte po konkurrente dhe do më kishte kundërshtare, kështu që as Brikenës normalisht. me cilin nga banorët ti do kishe nda krevatin? Një mund të zgjedhësh nga të gjithë. Me Selinin. Faleminderit. Suksesshme. Prandaj Po një nga lojtarët do ishte kok më kok në një nominim. kok në një nominim. Prap me Rogertin do thoja. Kujt nuk do i besoja asnjëherë aty brenda? Mirit. Pse Pse mendon mirit? Më Babi duket Mirit. shumë manipulator. Kush mendon që është më i besueshëm aty brenda për të ndarë një sekret tëndin të madh? Askush. Ose një histori, siç e ndajnë dhe banorët e tjerë, se ka momente që ndajnë histori. Ndihesh rehat, flet pak më shumë. Ai është Big Brother në fund ditës, duhet me Po, të ai është, po Kush mund ta jepte ty atë komoditetin që ti të flisë lirshëm? Rogerti. jo. Po Shëndriti ose Brikena. Po pse tha që për Rogertin? Du të dëgjoj mendimin tënd, sepse ti mendoj që flet edhe pak në bazë të ngjarjeve që kanë ndodhur në shtëpi kundër Mateos. Ama Mateo Po, ty e konsideron lojtar të Jo, fortë. edhe pa ngjarjet e ndodhura kundrejt Mateos në shtëpi, unë një tip si Rogerti nuk do ta suportoja dot kurrë, se nuk më përshtatet, nuk do suportoja dot, nuk e kuptoj dot, nuk e mbështes dot. Po mirë, me këtë do bie thashë theme në dhomë të gjumit.
Me Selinin. Po ti ke që ti do shmange gjithë ditën domethënë. Ju Elën. Pse? Pse? Është do për Rogertin. Jo, po Rogertin do përballesha se do debatonin, po Juelën nuk e di, nuk e dëgjoj dot. Se po tregohem shumë e sinqert, nuk më pëlqen, nuk e dëgjoj dot, më duket se kur thot fjalë boshe, nuk më pëlqen. A do ta fitonte Casey Big Brotherin? Edhe mundet. Tani, Se tregohem shumë e but në intervista, po nuk jam dhe aq, kështu që edhe mundet. në qoftë se do ta thosh ti patjetër. Mateo tani normalisht nuk po të dëgjon, por në qoftë se do të dëgjonte, çfarë do ishte ajo këshill që ti do t'i jepje atij? E njëjta këshill që i dhash dhe kur u futa aty brenda, që mos lejo asnjë të shkeli me këmbë, mos harro se kush je, edhe duaje veten tënde sa më shumë. Është shumë. Ai po e do veten tani sipas teje? Ai e do gjithmonë veten, po thjesht mendoj se energjia në atë shtëpi e ka demoralizuar pak, le të themi, edhe sikur ja ka marrë dhe atij atë energjinë që kishte. Po edhe në lidhje me Brikenën, të duket sikur e do veten ai? Sepse Po për ai shiko sa Prime-in e kaluar i vuri dhe pikat mbi Brikenës, që i tha shiko se ti më ke ulur, domethënë argumentet që i dha Mateo në këto pika, edhe ajo vazhdoi me argumentat e veta, mendoj se po e do veten. Nuk është se Mateo i shkon Brikenës gjithkohës nga mbrapa si ai çuni i ngjitur, e ka lënë dhe të ketë hapësirën e vet. Ka pas raste që është mërzitur dhe Mateo, ka pas raste është mërzit Brikena. a mendon që në këtë pikë të lojës ndoshta një nga këshillat më të mira ishte vazhdo vetëm drejt fitores dhe kaq. Me balojën vetëm. Po për mendimin tim, siç e thash dhe shpar, Mateo e bën lojën e vetëm dhe Brikena nuk është një pjesë e lojës, është thjesht një emocion i shtuar i bigut për Mateon. Okej. Shumë interesante është kjo. Kisi ishte vërtet shumë kënaqësi që ne të kishim përsëri këtu. Faleminderit juve. Patjetër që neve do të presim prap këtu. Gjithmonë e mikpritur në She's on Air. Ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe do rikthehemi përsëri pas pak.